Jam I sigurt që hani domate pothuajse çdo ditë. I vendosni në sallata, në salca, në sanduiçe, pa menduar shumë. Por ja çfarë pak njerëz dinë. Ky frut I zakonshëm, që kushton fare pak, përmban një nga substancat mbrojtëse më të fuqishme të zbuluara në natyrë. Një substancë që shkencëtarët e lidhin me uljen e riskut nga kanceri, infarkti dhe demenca. Dhe nëse nuk e konsumoni në mënyrën e duhur, humbni deri në 80% të kësaj mbrojtjeje. Qëndroni deri në fund, sepse informacioni që do të dëgjoni do të ndryshojë përgjithmonë mënyrën si shikoni domatet. Kur flasim për domate, shumica e njerëzve mendojnë menjëherë për vitaminën C. Por thesari I vërtetë I domateve nuk është vitamina C. Thesari I vërtetë quhet likopen. Likopeni është një karotenoid, pigmenti që u jep domateve ngjyrën e tyre karakteristike të kuqe, por nuk është thjesht një ngjyrosës. Likopeni është një nga antioksidantët më të fuqishëm të zbuluar në natyrë dhe, ndryshe nga shumë substanca të tjera, nuk prodhohet nga trupi I njeriut. Mënyra e vetme për ta marrë është përmes ushqimit. Si funksionon? Çdo sekond në trupin tuaj formohen radikale të lira, molekula të paqëndrueshme që dëmtojnë qelizat, sulmojnë ADN-n dhe përshpejtojnë plakjen. Likopeni vepron si një mburoj. Ai neutralizon këto radikale para se të kenë shkaktuar dëm. Por ja çfarë është vërtet e mrekullueshme. Përqendrimi I likopenit është më I lartë në lëkurën e domateve, në atë cip zënë të hollë që shumë njerëz e heqin kur gatuajnë, ose e han pa ditur sa I çmuar është. Nëse jeni nga ata që qërojnë domatet, nga sot do të ndaloni. Le të flasim për zemrën. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor I vdekjes në nivel botror, dhe domatet kanë diçka konkrete për të ofruar në këtë luftë. Domatet janë të pasura me kalium dhe përmbajnë sasi të madhe ujë. Këta dy faktorë punojnë së bashku për të ndihmuar në rregullimin e presionit të gjakut. Kur presioni I gjakut është nën kontroll, zemra punon pa tension të tepërt dhe risku nga goditja në tru ulet ndjeshëm. Por ka edhe diçka më shumë. Fibrat që ndodhen në farat dhe lëkurën e domateve ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit LDL, I ashtu quajtur I kolesteroli keq. Kur LDL është I lartë, ai grumbullohet në muret e arterieve, I ngushton ato dhe në fund mund të çojë në blokad. Rezultati: infarkt, goditje në tru ose tromboz. Konsumimi I rregullt I domateve, sidomos me lëkurë dhe fara, vepron si mbrojtje natyrale kundër këtyre proceseve. Jo si ilaç që zëvendëson terapin, por si aleat I përditshëm për një zemër të shëndetshme. Tani arrin te tema për të cilën ndoshta keni dëgjuar, por ndoshta nuk e keni kuptuar thellë. Studime të shumta shkencore tregojnë se likopeni lidhet me ulje të riskut nga zhvillimi I llojeve të caktuara të kancerit, përfshirë kancerin e prostatës, gjirit, mushkrive dhe stomakut. Mekanizmi lidhet pikërisht me mbrojtjen e ADN-s. Likopeni parandalon mutacionet në nivel gjenetik, para se qelizat të transformohen në malinje. Sqarimi I rëndësishëm: domatet nuk shërojnë kancerin, por konsumimi I tyre I rregullt është I dokumentuar shkencërisht si faktor që ul probabilitetin e sëmurjes. Përveç kancerit, likopeni lidhet gjithashtu me ulje të riskut nga arterioskleroza dhe demenca. Arterioskleroza, ngurtësimi dhe ngushtimi I arterieve, është një proces në të cilin radikalet e lira luajnë rol kyç. Likopeni e ngadalson këtë proces, dhe me që truri mbështetet në furnizim të vazhdueshëm me gjak, shëndeti I arterieve lidhet drejt për drejt edhe me shëndetin kognitiv në moshë të shtyrë. Efektet e domateve mbi organizmin nuk ndalen te zemra dhe kanceri. Le të shohim sistemet e tjera të trupit. Domatet përmbajnë vitamin K, kalcium dhe fosfor, 3 substancat kyçe për ruajtjen e densitetit të kockave. Konsumimi I tyre I rregullt ndihmon në ngadalësimin e humbjes së masës kockore dhe ul riskun nga osteoporoza, sidomos te gratë pas menopauzës. Karotenoidet në domate, përfshirë beta-karotenin dhe luteinën, shndrohen në vitamin A në organizëm. Vitamina A është e domosdoshme për shikimin normal, sidomos në dritë të dobët. Për më tepër, këto substanca mbrojnë makulën, pjesën e syrit përgjegjëse për shikimin e hollësishëm. Nëse mendoni se mbrojtja nga dielli vjen vetëm nga jashtë, gaboni. Konsumimi I rregullt I domateve ndërton një mbrojtje të brendshme të lëkurës ndaj rrezeve UV. Likopeni dhe karotenoidet veprojnë si faktor natyral I brendshëm, që ul ndjeshmërinë e lëkurës ndaj bjegjeve nga dielli.
Domatet kanë indeks të ullët glicemik dhe ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Për njerëzit me prediabet ose sindrom metabolike, përfshirja e tyre në dietë është veçanërisht e rekomanduar. Këtu fshihet informacioni që bën ndryshimin e vërtet midis të ngrënit të domateve dhe të ngrënit të domateve siç duhet. E para, kundër intuitës, domatet e trajtuara termikisht, në salca, paste dhe lëng, përmbajnë përqendrim më të lartë të likopenit biologjikisht të disponueshëm se sa ato të papërpunuara. Trajtimi termik shkatërron muret qelizore dhe liron likopenin në formë më të asimilueshme. Përjashtim bëjnë vetëm domatet e thara. Ato kanë përqendrim jashtëzakonisht të lartë për shkak të koncentrimit të gjitha substancave gjatë dehidratimit. E dyta, likopeni është i tretshëm në yndyrë. Kjo do të thotë se për të asimiluar organizmi, ai duhet të jetë në prani të yndyrnave. Nëse hani sallat me domate pa vaj ulliri ose pini lëng domate pa asgjë tjetër, asimiloni vetëm një pjesë të vogël të likopenit. Shtoni vaj ulliri extra virgin, avokado, fara liri ose chia dhe asimilimi mund të rritet deri në 5 herë. E treta, mos i hiqni lëkurën dhe farat. Pikërisht në to fshihet përqendrimi i likopenit dhe fibrat që organizmi ka nevojë. E katërta, zgjidhni domate me ngjyrë të kuqe të thellë. Sa më e ngopur të jetë ngjyra e kuqe, aq më i lartë është përmbajtja e likopenit. Shmangni domatet me njolla të gjelbra ose ngjyrë roz të zbehur. Doza ditore e rekomanduar është ndërmjet 2 dhe 4 domate në ditë, ose një gotë lëng domate 4 deri në 5 herë në javë. Domatet janë jashtëzakonisht të dobishme, por ka situata të caktuara ku duhet pasur kujdes. Domatet e gjelbra dhe të papjekura përmbajnë solanin, një toksin natyrale që mund të shkaktojë dhimbje stomaku, biarre dhe në sasi më të mëdha, madje konfuzion dhe puls të ngadalësuar. Mos konsumoni kurrë domate para se të jenë pjekur plotësisht. Domati është frut acid. Njerëzit me ulcer ose refluks gastroezofagjal mund të ndihen keq gjatë konsumimit të tepërt. Në rast të insuficiencës kronike renale, përmbajtja e lartë e kaliumit në domate mund të jetë problematike. Në këtë rast, është e nevojshme konsulta me mjekun. Domatet janë ndër 10 produktet me sasinë më të madhe të agrokimikaleve. Larja e duhur është e detyrueshme. Dhe jo, uji i thjesht nuk është i mjaftueshëm. Ftojini domatet në frigorifer për 30 deri në 60 minuta. Pastaj i lani në ujë të rrjedhshëm dhe i zhytni në një enë me 1 litër ujë dhe 1 lugë gjelle sodë buke. Soda neutralizon kimikatet në lëkurë. Kur është e mundur, preferoni domate biologjike. Domatja nuk është thjesht një perime për sallata. Është njëri nga instrumentet më të arritshëm dhe të provuar shkencërisht për mbrojtjen e organizmit, nëse dini si ta përdorni. Hani ato të pjekura, me lëkurë dhe fara. Kombinojini me yndyrna cilësore. Preferoni variantet e trajtuara termikisht, të paktën disa herë në javë, dhe lajini siç duhet. Zakonet e vogla të bëra vazhdimisht bëjnë ndryshim të madh në planin afatgjat. Nëse ky informacion ju ka qenë i dobishëm, ndajeni me dikë që do t'i ndihmojë. Dhe nëse doni të mësoni më shumë rreth ushqimeve që ndikojnë vërtet në shëndetin tuaj, abonohuni, sepse do të vijojnë tema të tilla.